Edicioni 9 i Rally Albania ka vijuar duke bërë ndalesën e radhës në Pogradec. Në ditën e tij të dytë, 130 garuesit nga e gjithë bota, mes tyre dhe shqiptar, kanë përshkruar itjen e rare nga Golemi i Durrësit për të kaluar në Peshkopi, në Matë dhe në shumë zona të tjera për të mbritur në Pogradec. I pari që ka arritur të mbyll garën në finishin e Pogradecit është 27 vjeçari nga Republika Çeke, Andrej Kremsiv. I'm from Czech Republic, so it's the first time for me to... Unë quhem Andrej Kremsiv, jam 27 vjeç dhe vi nga Çekia. E kam për herë të parë që vi në Shqipëri dhe që marr pjesë në këtë garë. Më pëlqen jashmase dhe garoj me motor. Ajo çka kam parë gjatë gjithë atyre kilometrave ka qenë diçka fantastike, një terren mjaft i vështirë por mjaft i bukur. Urrëzova 2 herë, por munda që të vi sërish i pari. Tani pas kësaj gare, shpresoj të bëhem pjesë e Rally Dakar. Stafi organizator ka pajisur me GPS të gjithë garuesit të cilët kontrollohen, që tregon gjithashtu edhe vendodhjen e tyre gjatë gjithë kohës. Endri Prespa është një prej organizatorëve i cili në fakt vitin e kaluar ka qenë edhe vetë garues dhe kontrollon gjithashtu monitoron sistemin GPS të gjithë garuesve. Jam marrë më shumë me pjesën e kërkimit ose gjetjes në momentet kur mjetet dëmtohen, prishen, ose që quhet ndryshe GPS tracking i çdo garuesi, dhe në qoftë se dalin nga gjurma ose në qoftë se ecin shpejt në momentet caktuara ku ka zona të banuara dhe ka njerëz, dhe shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, të cilat nuk duhen shkelur në asnjë mënyrë. Rally Albania nuk përfundon këtu, pasi garat vijojnë në Voskopoj dhe si kundërthon edhe organizatorët, përveç se pasionit për këto gara ekstreme, ky lloj kompeticioni synon të nxjerrë në pah edhe vlerat kulturore dhe natyrore të Shqipërisë.